Kam të ftuar një lider I cili po e krijon një ngjarje që po e lidh Prishtinën me lider botror. Largu prej rutinës edhe me I pru në AMC Hall, Po në nëse hapësirë ku jemi të organizuar. Nëse ju ka met ndaj punë pa kry, mund me kry edhe të ka hapësira. Ka mundësi me ndëgju lider botror, njerëz që vinë prej krejt botës, që t'i japin shembuj edhe trendet e fundit, ka mundësi mu rjetizu me këndën, me këndo që ka target edhe interes mu rjetizu. Edhe deri sa të thej makullin nuk kena mundur. Prej brendeve më të mëdha të botës. Përfshirë Bajberi, që e përdorin krejt. BMW-ja, Bosch-i, I përmen edhe tjerat, Google-i, Amazon-i, Sony, Zoom-i, OpenAI, apo ChatGPT-ja që shenjojmë krejt. Do të thëtë që ta njerëz po vinë për çdo 2 ditë, edhe po dojmë ja jep njerëzve, liderëve të HR-it, të biznesit mundësinë me bo mentorship sessions. Edhe qatë këshille mere përpunon edhe aplikat. Edhe t'i hap horizontin, që të vendos në një rrugë dur. Pikërisht në një masterclass ka me qenë edhe qysh me bo networking. E për qata summitet e tilla janë shumë e rëndësishme se t'nimon për me komuniku me njerëz. Nimon ndoshta brengat që I ki me I komuniku me njerëz. Jo me një pseudo ekspert ose me një ekspert virtual.